Momenti kur jam ndjej më krenare në vitin 2025 ka qenë fitimi i bursës Lulëzojmë me Metë Gjevore, e sidomos për emrin që ajo ka bart, pra një figurë shumë të rëndësishme në zhvillimin e arsimit në Kosovë, në njërin anë në hapjen e shkollave shqipe në Kosovë, në anën tjetër në mbështetjen në arsimimin dhe edukimin e vajzave të reja. Andaj jam shumë falendëruese dhe nderuar që unë jam një ndër bursistët, si dhe ku pas 2 dekadave familja Gjara ka vendosur sërish mbështetjen e vajzave në edukimin dhe arsimimin e tyre. Fakultetin juridik e kam zgjedhur pasi pas tij fshihen ëndrat e mia të kamotshme dhe përmes kësaj rruge unë po e ndërtoj ëndrrën time. Ëndra ime është që të lë gjuhën pozitive, gjuhën me integritet, guxim dhe njerëzi, duke mos e harruar kurrë prej nga vi dhe pse kam nisur këtë rrugtim, sepse frika ime nuk është nga kriminalet, dhunuesit apo nga ata që tentojnë ta shtypin vërtetën, përkundrazim. Dua t'jap mesazh që ne nuk duhet të tolerojmë në asnjë formë padrejtësitë ndaj neve. Andaj Kosova ka nevojë për të tilla modele. Bursën Lulëzojmë mendoj që kam fitu për shkak të përkushtimit edhe dashurisë shumë të madhe që kam për arsimin, andaj këtë më tepër e kam pasi një shpërblim për rrugtimin tim dhe kjo më bën ende më shumë mirënjohëse, falenderuese, krenare dhe shumë e nderuar për bursën e marrë. Mendoj që punë vullnetare janë shumë të rëndësishme sepse ne bëjmë papritur asgjë në këmbim dhe kjo është më e rëndësishmja sepse është ndjenja më e pastër dhe ndjenja më e mirë kur ti bën mirë thjesht nga dëshira për me bë mirë, pra jo për përfitime personale, mirë po vetëm nga kënaqësia, nga një përmbushje shpirtërore e të ngjashme. Bursistë të arshëm do t'ju bëj atyre të merren sa më shumë me punë vullnetare dhe të ngrihen mbi themelët e ndershmërisë dhe në gjuhën e popullit, pra në zhargonin popullor, në njerëzillakun, sepse janë këto të cilave nuk u vler asnjëherë.